Përshëndetje. Të flasim përse përket datës 22. Data 22 mars 2026. Kemi një ditë shumë të rëndësishme. Kush e kupton, por kush në kupton duhet t'i vëri veshin, sepse ka diçka shumë të madhe. Data 22, mi themi të dashur, ka të bëjnë shumë me një trekëndësh që formohet midis Marsit tek Peshqit dhe Jupiterit nga Fore. Ky kënd është një kënd mjaft me fat në astrologjinë tradicionale që favorizon veprimet dhe iniciativat si në jetën tonë personale ashtu dhe në atë profesionale. Gjithashtu na ndihmon të kemi sukses dhe fat në planet tona dhe krijon perspektiva pozitive në çështjet e udhëtimit, kontakteve me njerëz jashtë vendit, si dhe për performancë në punën tonë, certifikime, marrëdhënie, ndikime shumë të mëdha që do të ketë. Shenjat e ujit, siç është Akrepi, Peshqit, Gaforia, kanë ndikime fantastike, ose ato shenja që kanë planete ose ascendente. Në të njëjtën ditë kemi Diellin dhe Neptunin. Do të takohen për herë të parë në shenjën e Dashit, ku tani do të ndodh çdo vit dhe ndikimet dhe jo vetëm kaq, por për 13 vitet e ardhshme. Ky kënd është veçanërisht krijues, favorizon shumë në fushën e punës, në spiritualitet, dashuri, idealizëm dhe gjëra të tjera që kanë bëjnë në punë dhe në anën tjetër të ekonomisë. Aktivizon imagjinatën tonë dhe tendencat tona për të filluar diçka të re. Ajo që do të kemi mbasditja që ndikohet shumë dash gafore peshore dhe bricapët në ditët e para që kanë lindur dhe në gradën e tretë që lidhet shumë me ridishin e parë, por kjo nuk ka diçka sepse mbasditja me pak vëmendje mund t'ja dalim në anën më të mirë të mundshme. Tani,